Që është fundjavë dhe ne kemi një fluks gjithmonë gjatë fundjavave që i drejtohet veçanërisht Korçës. Kështu që lutja është ta shmangni sepse do gjendeni në trafik, në radhë pritje, ne nuk jemi në gjendje të themi sa do zgjasin punimet. Ditë them që është e domosdoshme masa që do merret, edhe nga ana inxhinierike se si do të merret. Ura në këtë moment nuk shfaq absolutisht siguri. Drejtor, edhe një pyetje, ju jeni shoqëruar nga inxhinier. Cilat mendoni që janë shkaqet që çuan në këtë situatë? Bëhem përsëritës, por është e vërteta, shkaqet janë shkaqe natyrore. Këtu jemi në një zonë ujëmbajtëse, edhe vetë zona pak më lart fshati quhet Ligata e Bicit, pra zonë ujëmbajtëse. Kështu që në këtë terren specifikisht që ne po bëjmë sot intervistën, ne jemi në zonë ujëmbajtëse. Edhe problemi ne na fillon nga poshtë, nuk fillon fare nga lart. Dhe kjo dhe po ndodh në fakt, sepse është lumi që merr pjesët që gryhen nga poshtë edhe pastaj eskalon duke u ngjitur në lart. Edhe zhvillimet e orëve të fundit janë pikërisht për këtë gjë që po bëjmë. Pra, është një fenomen natyror. Kjo është një rrugë, kjo është një aks rrugor që është kolauduar në 2001-shin. Pra jemi një aks rrugor që është 25 vjeçar, ku natyrisht ka pas vazhdimisht punime mirëmbajtje, por asnjëherë le të themi investime të mirëfillta. Ndërkohë që ura është e 97-ës, nëse nuk gaboj, po, e 97-ës, ku natyrisht për kohën që ajo është projektuar ka qenë me standarde më të larta, megjithatë në fluksin që ajo gjendet, në presionin që ajo gjendet, sot jemi në kushte komplet të tjera. Megjithatë prapë theksoj që ura në vetvete si trup nuk ka asnjë çdim, çdimi është në vazamentin e vet. Dhe kjo përbën edhe le të themi masën që ne po ndërmarrim në këtë moment. Pa dashur në këtë situatë emergjente të këmbgul, por ju thoni që është pikërisht lumi ai që tërheq poshtë. Ndërkohë, ne disponojmë pamjet që pikërisht këtu poshtë lumi gjithashtu shfrytëzua u grye nga makineritë për marrjen e inerteve. A nuk ishte e udhës që duke qenë se jemi në një terren ujëmbajtës, një situatë e tillë të evitohej? E pash kronikën tuaj dhe faleminderit që dhe ngritën në fakt që kësaj interviste pyetjen. Ato janë bërë me leje, pra janë lejet që të cilat i kanë dhënë institucionet përkatëse. Pra nuk do e lidhe dot fenomenin në këto kushte me gryerjen që kanë ndodhur për shkak, sepse ato janë me leje përkatëse mjedisore. Dhe e fundit, cilat janë rrugët alternative për të zbutur ky fluks qarkullim? Tani përmjetet e rënda në dijen time ne nuk kemi në fakt. Kemi vetëm përmjetet të themi normale dhe ai është aksi nga Maliq Lozhan dhe nga Ana Gramsci, të cilën ne aplikuam edhe në datën në një shkurt kur ndodhi edhe bllokimi për shkak të masivit shkëmborçeve. Ndërkohë që përmjetet e rënda ne në këtë moment nuk kemi, megjithatë me realizimin e bypassit dhe kalimit të tyre do të jetë mundur. Faleminderit shumë. Faleminderit.